Një nga gatimet më të vështira greke është mushaka, edhe nuk është se e them vetëm unë, e them dhe të tjerë. Pse është kaq e vështirë? Se do shumë gjëra të përgatitim që të mundem t'i shtrojmë pastaj në tepsi. Tani çfarë ka mushakaja? Do patate, do patlıgjane, këto janë ato kryesoret, do mishin e grirë kuptohet, edhe kremin bechamel. Patatet dhe patlıgjanet zakonisht i bëjnë të skuqura. Unë se nuk e dua të bëhet aq e rëndë, se me gjithë këto që ka ky gatim është vet i rëndë nga fisi i tij ky gatim, ndaja edhe unë i bëj të pjekura në furrë, me pak krip, piper, pak vaj dhe dalin shumë të lehta. Përgatit mishin e grirë, në të cilin i hedh vaj ulliri, karota, qep, pak ver të kuqe, salcë domate, edhe konkase, edhe domate të freskët në qoftë se kini. Për mua shumë erza, se më pëlqen me erza mishi, do me thënë hudhër, piper të kuq, piper të zi, tamerik, krip, të gjitha këto dhe në fund fare do t'i hedh majdanozin. Si e përgatitim tani? Do ta shtrojmë në tepsi një herë, do shtrojmë patatet edhe patlıgjanet nga një stres të hollë. Nga lart do t'i hedhim mishin e grirë, edhe unë sekreti është që këtu i hedh pak nga kremi bechamel, të cilin kremi bechamel e bëj 1 litër qumësht 5 lugë me miell, e trazoj dhe e vë që të ziej në furrë, në zjarr, edhe pastaj ja i hedh vezë brenda dhe djathë të grirë. I shtroj të gjitha me radhë, bechameli në fund, e vë të piqet në 180 gradë edhe ç'të hani o njerëz. Po që do një ditë të tërë.